Inshallah nuk prisëm. Ram Shabani, i mbijetuar i masakrës së Reçakut, kujtimet ende i ka të freskëta, ndërkohë që për vjetorët vazhdon t'i ketë edhe më të rënd. Si dëshmitari drejt për drejt i krimeve të kryera nga forcat sërbe, i mban të ruajtura në kujtesë edhe detajet tronditëse të krimit makabër të 15 janarit të vitit 1999. Nisë rrëfimin se si kanë qenë të grumbulluar në shtëpinë e Sadik Osmanit, kur ka nisur granatimi dhe këmbësoria ka hyrë në fshat, duke rrahur e keq trajtuar çdo shqiptar. Edhe ka gjuhë neve. Ata dy ka rrëk, mu me veç në përtesha, edhe 7 veta, 10 në vro, masanej, të i thonë në ekni, edhe kumë bo, e gjëmë për me dollë të shtobi, me i lajmru u shtorve, se kumë posë drejt me një. Tha, kur ishkon shtobi të djeg, edhe ishin gonë, aftë blindat, të më kanë lëshu apet, i më këthy të këta. Mos kumë posë, i më nëllë ndër prej që i ka bo shevi, i më nëllë që aty kumë në tejere, kur ka thirë razan së këporzit për iftar, edhe ju më dollë, edhe i kumë përcije, i kumë po krejt. Edhe që aty më kumë nga ty kumë një, edhe i kumë po krejt, edhe vishë kumë dollë zëtë rrubë mi matë. Po skrimeve që i pa me sy, nuk e harroj kur se si i mbijetoj kësaj masakre. I kumë të këshyrë krejt një nga një, kur i morë në Ragim Bajromin së në kumë gjetë si të kalëzuva, lëp, tha shqyqër pas ka pështu. Në të ashtë hinë qësoj rrugës, kur hinë qësoj rrugës, që Ragipi, dhamë të thuju në kapuqin gëj, samrën e jekt. E kumë thonë edhe atë, ja kumë hje kapuqin për gëjës, e kumë morë samrën, ja kumë afru më dhenë, ja kumë ngrej gjamperin, edhe ja kumë qitë kapuqin në stë, edhe kumë hejec, mo në kumë henu që i këthejna në Reçak, rro në jesërit, kumë mujta në ata në malë. Në masakrën e Reçakut, Ram Shabani humbi të vëllan dhe 11 kusherinj.